Pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare, presidentja Vjosa Osmani ka vendosur që seanca konstituive e kuvendit të mbohet më 11 shkurt, pra të martën nga ora 12. Sipas rregullores së kuvendit, në seancën konstituive janë 4 pika: formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve, betimi i deputetëve, zgjedhja e kryetarit dhe pika për zgjedhjen e 5 nënkryetarëve të kuvendit. Kryetari i partisë e cila ka në dorë fatin e seancës së nesërme, meqense se i ka 57 deputet, nuk tregoi se kë do të e propozojnë për kryetar kuvendi, dhe as nëse do të e votojnë nënkryetarin serb, i cili sipas aktgjykimit të kushtetueses i takon partisë më të madhe, në këtë rast listës serbe. Nesër do t'i përgjigjemi obligimit për seancë konstituive dhe besoj që do të shkojë mbarë mirë gjithçka. Me më shumë informacione, por edhe optimist se nesër do të shkojë gjithçka mbarë e mirë, u shpreh edhe numri 2 në lëvizjen vetvendosje, Glauk Konjufca. Ish kryetari i kuvendit, tash deputet i rizgjedhur, bëri me dije se nesër nuk do ta bllokojnë konstituimin e kuvendit për njërin nënkryetari i cili i takon komunitetit serb. Nesër do të bëhet kuvendi dhe nesër shumë shpresoj që do të bëhet edhe qeveria. Për tjerat flasim pastaj. Ne kur nuk e kemi refuzuar aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Deri tash vazhdimisht lëvizja vetvendosje, ato natyrisht kanë qenë betejë politike, por kur i ka dhënë vul gjykata kushtetuese, siç ishte rasti për shembull vitin 2014, kur thatë që jo nuk mundi me bëj shumicën do ta bëj vetëm fituesi i zgjedhjeve, ne u tërheqëm dhe vazhduam sipas opinionit të gjykatës kushtetuese. Partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetvendosje, sapo të konstituohet kuvendi, mund të thërasë seancën e re për propozimin dhe votimin për kabinetin qeveritar.